Infermierët dhe stafi mbështetës në qendrën klinike universitare të Kosovës po kërkojnë rritjen e koeficientit të pagës, kompensim të drejtë për kujdestarit dhe njohje të rrezikshmërisë së punës së tyre për 30 ditë të punës. Këto janë disa nga shqetësimet kryesore të personelit shëndetësor, të cilat nuk po marrin zgjidhje përkundër ankesave të përsëritura. Nga fillimi i vitit 2025, nga QKUK-ja janë larguar rreth 270 infermier, duke krijuar një mungesë të theksuar në personelin infermieror. Kjo situatë po konsiderohet si një krizë serioze për sistemin shëndetësor në Kosovë. Nënkryetari i shoqatës sindikale në qendrën klinike universitare të Kosovës, Mentor Sejdiu, kujdestaria jonë është domethënore dhe ne i bëjmë gjatë muajit 8 kujdestari ose 7 më varet, dhe paguhet me dikon 28 euro, do thot a të tjerët marrin kujdestari për një ndrrim, do thot një shtune 315 euro, një premte dikun pak ma pak 290 ose diçka që ashtu, e shtunja po ashtu, do thot për infermier është shablon 28 euro për bachelor, ndërsa 25 euro është për infermier me shkollë të mesme. Kërkesat tona kanë qenë rritja koeficientit, do thot është jashtëzakonisht i ulët, nuk korespondon me punën ne që e bëjmë, do thot një infermier me 15 pacienta, edhe këto është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Thot se diskriminimi për këtë kategori të personelit shëndetësor po bëhet dhe sa i tagon pagesës për rrezikshmëri. Në një vend punojmë si infermier edhe si staf mbështetës, sepse edhe ata janë jashtëzakonisht keq. Në një vend punojmë, rrezikshmëria paguhet me 30 ditë për doktor, ndërsa për infermier është në bazë të viteve, ata kuj 20, 22 më varet vitet sa i ke bërë si punëtor. Do thot të ata paguhet 30 ditë, të infermierët ju, edhe kjo një shqetësim jashtëzakonisht sepse edhe ne jemi, do me thonë, njerëz edhe ne kemi familje. Gjitha këtu po kanë has në vesh të shordhët, do me thonë, gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pse kemi bërë ankesa, sugjerime, përmi 260 infermier janë cilët kanë ikë me përvojë punë mbi 10 vjeçare. Kjo është një katastrofë për shëndetësinë kosovare, sepse ai është një specialist në veti, sa i përket dhënies së ndihmës ndaj pacientit. Ne kemi bërë edhe kërkesën që në qendrën klinike universitare 700 infermieri duhen, sepse po të punosh me 15 pacient, 2 infermier, eventualisht një infermier në shumicën e raste, është një katastrofë sepse ti nuk mundesh çdo pacienti me ia dhënë ndihmën 100%. Sejdiu paralajmëroi masa ligjore në rast se nuk ndryshon situata. Nuk ndërmarrin diçka, të paktën do të hedhim në gjyq. Edhe ashtu ata cilët i kanë bërë padrejtësitë prej mas luftë tek ne, duke mos pagu rrezikshmërinë, duke mos pagu orë të shtesë, duke neglizhu kujdestarinë, gjitha këtu janë në letër edhe këna me ju drejtu gjykatës.